Gati, Klaudia. Nuk e di çfarë ka ndodhur Klaudias, urojmë që syri i keq Pse? Tjetë prishur. Mos ta bëjmë, ka ndodhur gjë nga magazina? Ka ndodhur, pavarësisht se ajo e ka kamufluar, e ka mbuluar, po ishte kështu si e plagosur, e kishte dorën të fashuar. Mirëmëngjes Klaudia, çfarë ke? Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flor dhe mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Fillimisht ju uroj një javë sa më të bukur, sa më të mbar. Matilda, të ndodhi ty para ca ditësh, ja që më ndodhi dhe mua. Po çfarë të ndodhi ty se unë mua para ca ditësh unë i bie dhesit në Kickbox. Kështu që jo, ti s'ke patur erë që të marri era dhe të të përplasi gjë. Po ja, po kam edhe unë një motor të vogël në shtëpi që pas asaj bëjmë këto lojra tona të shkuar. Faleminderit. Kështu ka filluar quhen frakturat, tash i kam një motor të vogël. Po fiks. Po mos u merrni me boks o vajza, mos u merrni me sporte që s'ju takojnë. Nuk Jo që s'ju takojnë. Si ishte kjo Flori, qa sport është, pse qa sport është na takojnë? Po se Matilda merret me boks, kickbox, ti kam përshtypjen do kesh filluar dhe ti ndonjë palestër të mundshme. Bukur, gjithsesi. Dukeni shumë bukur sot, komplimente. Edhe pse për moti nuk do të kem të njëjtën kompliment se moti do të vijoj të jetë me reshje të dopta shiu. Po qa janë këto reshje? Fatkeqësisht. Orina, jo vetëm azili pleqve të Tiranës, për herdi gjithë azili pleqve të Shqipërisë më duket. Këto plaka s'ka ndërmend ikin, domethënë. Edhe unë mërzita çika, domethënë kur pash të dhënat nga shërbimi meteorologjik, thash prap shi, u lodha, nuk do ta jap fare motin për këtë javë. Por jo. Si pas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sot me vendyn do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët në orët e para të ditës dhe më pas me vranësira mesatare deri të dendura. Të vranësira do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar në të gjithë territorin, këto pas orëve të mesditës dhe pasdites. Era do të fryjë me drejtim veri-perëndim dhe jug-perëndim me shpejtësi mesatare 3 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitojë shpejtësi 10 metër për sekond. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i ulët i forcës 1 ballë. Temperaturat parashikohen në zonat malore 5 deri në 25 gradë Celsius, në zonat të ulta 9 deri në 29 dhe në Bregdet 11 deri në 27 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për ditën e sotme sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Bukur, faleminderit shumë Klaudia për detajet që ndave me ne. Do të jemi sërish pas pak. Faleminderit Klaudia, të përshëndesim.